Tani do të shohim nëse mund të gjejmë një tjetër person për të marrë më shumë përshtypje dhe më shumë informacione rreth temës së sotme. Ne po shikojmë një zonjë në fakt, dhe shpresoj që të na ndalojë dhe të ketë kohë 2 minuta. Përshëndetje. Po që ti je mirë, kam një broshurë. Është nga Shoqata Shqiptare Shpëtimi, Shoqata Nexhat. Nuk e di se sa informacione keni për këtë shoqatë, por është një shoqatë që operon në kuadër të integrimit të komuniteteve tuaja në Shqipëri. Përkatësisht dhe komunitetit iranian, të cilët kanë ardhur nga kampi Ashraf 3, nga kampi i Manxës në Mekë. Nuk e di, a keni informacione rreth organizatës Mujahedine? Kemi informacione, por ato që ndodhën në kampin në Durrës, por shpresojmë që atyre të jepet e drejta, qofte nënave, motrave, baballarëve, vëllezër, motra. Pas ka shumë informacione. Të kenë të drejtën e barabartë, të dinë se ku i kanë të afërmit e vet, të dinë, shpresojmë që ato të gëzojnë të gjitha të drejtat me bashkë me popullin. Por rreth Mekut ku jeni informuar? Në media, në televizione, në portale? Në portalet, në televizion. Kemi, jo aq sa duhet, po kemi pak informacion. E kuptoj. Atëherë, për komunitetin iranian, çfarë mendoni se kemi ngjashmëri të përbashkëta midis shqiptarëve iranianëve? Pak a shumë kemi pak a shumë të njëjtën fe, në drejtim jemi të përqendruar te familja, kemi ushqime të shumë të përbashkëta, kemi këto qëndisjet me arë, me lule, që edhe ne i përdorin dhe ato i përdorin, mikpritja, që ne shquemi për mikpritje. Ka dhe të tjera, po, këto. E kuptoj. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit shumë për kohën.